Në fshatin Zar të Konispolit u përurua Muzeu Etnografik Gjurmët e Mia, që do të shërbejë si një lidhje mes kaluarës dhe brezave të ri. Fshati Zar në bashkinë e Konispolit ka tashmë muzeun e tij etnografik Gjurmët e Mia, një hapësirë ku prezantohen tradita, historia dhe kultura e fshatit për brezat e rinj. Muzeu është ndërtuar si një odë miq, me oxhak në krye, mindere në qoshe dhe velenza të shtruara në dysheme, dhe përmban 10 objekte të dhuruara nga banorët e zonës: këmbora baktish, mullin shtëpiak, kostume popullore, mjete pune të tokës dhe sende të kulturës së gatimit. Përurimi i muzeut të shoqërua me aktivitete kulturore dhe artistike, duke shërbyer si një shembull për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe edukimin e brezave të rinj. Njohja, ruajtja dhe përcjellja e këtyre traditave është detyrim i të gjithë ne që ndodhemi këtu në sallë. Kanë mundur të grumbullojnë gjithë këto materiale dhe të krijojnë një muze i cili është simbolik, por me shumë domethënie. Ky muze është një shembull i bashkëpunimit të komunitetit dhe i përkushtimit për ruajtjen e traditave. Ai do të shërbejë si qendër edukimi dhe lidhje mes të kaluarës dhe brezave të rinj.